19 minuta në thuaj mirëmëngjes, jemi drejt për së drejti në radio dhe televizion Radio Korsha dhe Shkorsha. E mërkur 17 shtator, jemi në pjesën e tretë informative dhe do të flasim sërish për Universitetin Fan Stilianoli, siç folëm edhe dje, ishte radha e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane. Sot do të flasim për një tjetër fakultet të universitetit, bëhet fjalë për Fakultetin e Ekonomisë, dhe për të folur më gjërësisht për dhe një informacion në prag të fillimit të vitit të ri akademik, kemi ftuar në studio Doktor Emil Frashin, dekanin e Fakultetit të Ekonomisë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Mikel. Quhem Emil Frashi, jam pedagog i Fakultetit të Ekonomisë në Departamentin e Menaxhimit. Prej 6 vjetësh më është ngarkuar detyra e zëvendës dekanit të fakultetit dhe para pak kohësh më radhë detyrën e dekanit, një detyrë e përkohshme sepse momentalisht jemi në një fushatë zgjedhore me zgjedhjet që janë vendosur të bëhen në datën 12 nëntor për dekanin e ri, kështu që gjatë kësaj kohe të punoj për një në këtë pozicion, Po, në këtë pozicion. E kuptoj. Megjithatë në këtë pozicion që je, edhe pse përkohësisht vlen të përcjellim një informacion në lidhje me Fakultetin Ekonomik, duhet nisur pikë së pari me programet që ofron ky fakultet, për të dhënë një informacion më të gjërësishëm për gjithë të interesuarit, sepse jemi ende në fazën e regjistrimit të maturantëve në të gjitha fakultetet e universitetit. Fakulteti i Ekonomisë është një nga 4 fakultetet të Universitetit Fan Stilianoli në Korçë dhe historikisht ka qenë një nga fakultetet kryesore që ka dhënë kontribut shumë të rëndësishëm në jetën e komunitetit tonë, duke ofruar vazhdimisht studentë të përgatitur në fushën e ekonomisë. Një pjesë e madhe e tyre punojnë në pozicione kryesore në bizneset më të rëndësishme të rajonit, në institucione, në sektorin financiar, bankar të sigurimeve. Dhe kjo ofertë ka qenë e vazhdueshme dhe solide, si të themi. Fakulteti ofron programe në 2 cikle studime, në ciklin e parë bachelor, në ciklin e dytë që është master. Në ciklin e parë ne ofrojmë 5 programe. Fakulteti përben nga 3 departamente, ai i menaxhimit, i financë stabilitetit dhe i marketing turizmit. Departamenti i financë stabilitetit ofron programin e studimit financë stabilitet. Departamenti i menaxhimit ofron 2 programe studimi në cikl të parë, që janë menaxhimi dhe informatika e biznesit, ose që në thelb është informatika ekonomike, sepse ngadonjëherë një pjesë e studentëve që janë interesuar krijojnë një konfuzion lidhur me emërtimin, që do të thotë që studentët që mbarojnë nga ky program nuk mund të punojnë vetëm në biznese, por dhe në institucione për probleme që është ndryshme ekonomike në nivel makro dhe mikro. Gjithashtu kemi dhe departamentin e marketing turizmit, i cili ofron programe në ciklin e parë bachelor, në menaxhim turizëm dhe mikpritje dhe në administrim biznesit marketing. Gjithashtu kemi dhe programe të ciklit të dytë. Në master profesional kemi 5 programe. Departamenti i menaxhimit ofron programin e administrim biznesit menaxhim. Departamenti Financë ofron 2 programe në financë stabilitet dhe banka e sigurime, dhe Departamenti i Marketing Turizmit ofron dhe 2 programe në marketingun digital, i cili është bërë shumë popullor vitet e fundit, dhe në menaxhimin e turizmit, atraksioneve dhe eventeve. Gjithashtu kemi një program master shkencor në financë dhe një program profesional 2 vjeçar që ofron Departamenti i Menaxhimit për asistent menaxher. Kjo ishte pasqyra për sa i përket programeve studimit që ofron Fakulteti Ekonomik pra Universiteti Fan Stilianoli. Tani kalojmë në një pjesë që është e rëndësishme, edhe pse jemi në ende erët deri në fillimin e vitit të ri akademik, bëhet fjalë për 6 shtetorin, por jemi në fazën e regjistrimeve, që është një fazë shumë e rëndësishme. Si paraqitet numri i regjistrimeve në këtë fakultet? Ka mbaruar raundi i parë regjistrime në programin bachelor dhe në këtë ka mbaruar faza e regjistrimeve, ndërkohë që vazhdojnë regjistrimet në programin master, të cilat sipas urdhëresës së përbashkët nga Ministria e Arsimit duhet përfundojë deri në datën 3 tetor, por për kuota të paplotësuara të vazhdoj dhe më tej. Edhe pas 3 tetorit. Gjithashtu nga data 20 deri 22 të këtij muaji të bëjnë aplikimet për raundin e dytë
ku studentët duhet të aplikojnë në portalin U Albania, duke marrë informacion pra sekretarive që kemi në fakultet, dhe raundi 2 të thënë më datë 29 shtator dhe përbëhet nga 5 faza 48 orëshe. Dhe në fundim të raundit të dytë kemi dhe një raund të tretë, ku atje të interesuarit nuk ka nevojë të aplikojnë, i cili të vazhdoj për një periudhë më të gjatë. Për sa i përket regjistrimeve, Fakulteti i Ekonomisë historikisht nuk ka patur problem me regjistrimet, me përjashtim të disa luatjeve të vogla. Jemi akoma mirë se viti i kaluar, por kjo është një situatë që ne e prisnim, sepse këtu dhe për një periudhë para 8 vitësh, duke marrë në konsiderat problemet demografike, projekcion demografike të popullsisë të rrethit të rajonit tonë, duke marrë parasysh dhe faktorë të tjerë, për shembull faktorët hemorragjinë e dyfisht që ka rajoni tonë, për sa i përket migrimit dhe emigrimit, dhe faktorët të tjerë, ne kryem analiza të rëndësishme, duke matur fillimisht sjelljen e maturantëve të qarkut tonë, disa studime të pasnjëshme, për të përcaktuar më mirë strategjinë efektive që të ndiqnin për sa i përket prurjeve të reja. Kështu që parashikojmë që më përpara që në periudhë afatmesme, periudhë 6-7 vjeçare, ne të kishim një stabilitet sasior. Pra këto masa të marrë në atë kohë kanë sjellë këto rezultate sot. Dhe tash mbi bazën e këtij stabiliteti kuantitativ, po themi, ne të fillojmë të synojmë për rritjen e cilësisë së studentëve të prurjeve të reja, sepse dhe koha kërkon që studentët duhet të operojnë shumë shpejt në një mjedis të zgjuar digital, kështu që kërkojmë dhe këto janë nevojat që vinë drejt për së drejti. Flasim pak edhe për pjesën e interesit më të madh të atyre që regjistrojnë në këtë fakultet. Cilat janë programet e studimit që gjuhen më shumë nga ana e maturantëve? Po janë një programet tradicionale, financë kontabilitet, menaxhim, që është një degë me gamë më të gjerë punësimi, po dhe financë kontabilitet ka punësim të gjerë në bizneset po turizmi duke qenë se Korça është ndruar në një qendër të madhe turizmi, a ka patur interes të shtuar vit pas viti nga maturantë? Çuditërisht vitet e fundit nuk kemi patur interes aq të madh, kemi punuar vazhdimisht për të kuptuar arsyet pse ka ndodhur kjo gjë. Presim që reagimi të jetë pak i sfazuar në kohë dhe presim që shumë shpejt të kemi rezultatet e duhura. Më shumë interes ka patur programet marketing digital, master, këto gjërat që futin më shumë element digital, informatikën e biznesit. Teknologjia, zhvillimi i teknologjisë edhe sa e rëndësishme është që sepse edhe mundësitë për mundësim janë më të menjëhershme si thua, me fjalë shumë studentë tanë njëkohësisht dhe janë të punësuar pjesërisht dhe shikojnë si të domosdoshme përparimin e tyre edhe në këtë linjë në përdorimin e teknologjisë. Ka shumë faktorë, nevoja ekonomike etj. Që bën më emergjente. Si është përshtatur oferta juaj akademike me nevojat e tregut të punës sot, sepse dihet që lidhja me ngushtë e gjitha programeve të studimit vjen drejt për mënyrën se si shihen ato në tregun ose përballë tregut më mirë. Historikisht strategjia jon ka qenë që programet tona, të cilat duhet të theksoj që të gjitha programet fakultetit ton janë momentalisht të gjitha të akredituara, madje shumica me vlerësimin maksimal, dhe këtë vlerësoj dhe ish ministra e arsimit në takimet që kemi bërë, gjë që është shumë e rëndësishme, dhe jemi përpjekur gjithmonë që këto të jenë të përditësuara dhe të përshtatura me programet bashkëore të vendeve evropiane. Gjithmonë nëpërmjet kontaktit të shtuar me bizneset, por dhe me alumnin, pra me studentët që kanë mbaruar, ne përpiqemi të shkëmbejmë eksperiencat tona, të marrim dhe të përditësojmë nevojat e reja të tregut, gjithashtu studime të ndryshme gjithëpërfshirëse janë bërë lidhur me vlerësimin e kapaciteteve të rajonit tonë, por dhe për gjëra më të detajuara. Dhe këto na kanë shërbyer për të përshtatur ofertën tonë akademike. Por lindte një problem tjetër, i cili nuk është problem vetëm ynë, është më shumë problem i të gjitha vendeve evropiane, që ka një mos përputje shkruar një endek i rëndësishëm ndërmjet asaj çka ofrojnë universitetet në përgjithësi në Evropë, kryesisht sektorit publik, dhe asaj që kërkohet për sa i përket fuqisë punëtore të shekullit 21, pra në këtë mjedisin digital. Dhe këtu Evropa, dhe aq më tepër vendet e Ballkanit Perëndimor, ka mbetur disi mbrapa. Kështu
Dhe nevojitë në APA të mëtejshëm në APA të këtë mëtejshëm, për të krijuar një lidhje më të ngushtë me tregun e punës. Dhe e keqja është që nuk ka dhe shumë kohë për eksperimente. Po sepse jemi të vonuar, jo vetëm të vonuar, po ka dhe shumë risi që vinë me kohën edhe duhen kapur dhe ato. Me konkurrentët tanë aziatikë jemi goxha mbrapa. Për sa i përket edhe procesit të mësimdhënies. Në këtë kontekst, ne si fakultet, konkretisht unë me disa kolegët e mi, bazuar tek një projekt që fituar me fondet e universitetit, jemi në fazat fundimtare të një vlerësimi të situatës ose të nivel të aftësive digjitale të gjithë studentëve të universitetit tonë, për të parë pikat e dobta dhe pikat e forta, të cilat na ndihmojnë ne për të bërë ndërhyrje efektive si në kurrikula, ashtu dhe në politikat e tjera dhe në strategjinë e universitetit të fakultetit tonë. Këtu kalojmë në një pyetje tjetër. Pse duhet studentët të zgjidhin fakultetin tuaj? Pra folëm gjërësisht për programet, për atë që ofrohet, për interesin që ka qenë gjithmonë i qëndrueshëm. Më falë për ndërpres, për sa i përket aftësive digjitale, vitet e fundit ne jemi përpjekur që të gjitha programet tona, njohurit e specializuar në fusha ndryshme të ekonomisë, t'i plotësojmë me element të këtyre aftësive digjitale. Pra, këto aftësi digjitale, sidomos morën intensifikim më të madh gjatë kohës pandemisë, ndryshoi dhe mënyra e mësimdhënies, mënyra online, mënyra interaktive, etj. Por vizioni ynë është që këto element digital mos jenë element plotësues të kurrikula, po të jenë baza bërthama e këtyre. Një gjë e tillë të luajë rol të rëndësishëm në përgatitjen e ardhshme të studentëve tanë, mbase duke zgjidhur ose kontribuar për të zgjidhur një problem shumë të rëndësishëm që kemi ne, për të mbajtur talentet të rinj në komunitetin tonë. Talentet të cilët të pajisur me këta aftësi digjitale krahas njohurive ekonomike, nuk të kenë frikë që të dalin në tregun global online, pra mos mbeten thjesht aktor të tregut lokal, por të kontribuojnë dhe shumë mirë mund të punojnë që nga qyteti jonë në tregje tjera globale, duke sjellë dhe eksperiencën e tyre. Ndërkohë që tha dhe kolegu im Prodani dje, dhe bashkëpunimet e ndryshme me universitetet të tjera evropiane, hapin dritare të reja për të pajisur studentët tanë me këtë ofertë. Një mundësi shumë e mirë kjo nëpërmjet këtyre programeve të përbashkëta me universitetet e Evropës. Dhe kryesora që mos i largojmë nga qyteti ynë. Po, sepse ky është edhe qëllimi i gjithë mbarvajtjes së punës që bëjnë universitetet. Kalojmë tek pse studentët duhet zgjedhin fakultetin tuaj. Pra kalojmë në një le të themi në një takim të drejtë për drejtë me ata që janë të interesuar për të bërë pjesë e fakultetit tuaj. Studentët tanë duhet të ndjekin fakultetin tonë sepse ata në gjykimin e tyre duhet marrin në balancë shumë parametra. Në radhë të parë, kushtet optimale njëherë ku ndodhen institucionet tona, në një qytet të organizuar dhe të rregulluar mirë, cilësinë e ofertës akademike, pedagogë shumë të përgatitur me eksperiencë prej disa dekadash pjesë e madhe, rreth 94% të stafit tonë akademik janë me titull e grada shkencore dhe vetëm 2 pedagogë janë në fazën finale të shkollës së doktoraturës. Pedagogë të cilët kohët e fundit kanë treguar që kanë një lëvizmëri të shtuar për sa i përket aktivizimit në projekte, në konferenca ndërkombëtare, artikuj shkencor, workshope të tjera. Dhe në këto projekte, vitet e fundit është vënë qëllim që angazhimi i studentëve, angazhim direkt studentëve në këto projekte. Në këtë aspekt, ne kemi krijuar dhe disa laboratore të reja, krahas laboratorit të turizmit dhe hotelerisë që kemi patur, para disa muajsh hapëm dhe laboratorin e marketingut digital, si dhe një laborator tjetër që kishte të bënte në fushën e menaxhimit dhe financës, kryesisht me shkencat e sjelljes në organizata, etikës dhe leadershipit, por dhe në sektorin financiar për të analizuar tregues mikro dhe makro, bazuar tek paketa softverike
të avancuar, cilat mundsojnë analiza voluminoze. Dhe fati ynë është që procesimi i këtyre analiza mund t'i bashkohet dhe një strukture që po ngrihet tani në Fakultetin e Shkencave për analizën e të dhenave të mëdha, ato që quhen big data, të cilat të mundsojnë koordinimin e shumë drejtimeve dhe të shumë aktorëve të qytetit tonë. Dhe mbytin çfarë mesazhi do dëshironi të përcjellni të prindërve dhe studentëve të ardhshëm që janë në shoqëritë të emisionit tuaj Mirëmëngjes. Mesazhi është: besojini universitetit tonë, besojini ofertës tonë akademike. Qëllimi kryesor dhe vizioni i universitetit është që në këtë fazë të gjigande transformimeve që po ndodhin, gjithë komuniteti ynë të jetë pjesë aktive këtyre transformimeve. Ne synojmë të jemi stumbullari kryesor, si thua, i gjithë ekosistemit rajonal, ku pjesëmarrja e studentëve të luajë një rol të rëndësishëm. Pra, siç shikojmë ne në ambientet tona studentin në qendër, qëllimi është në një ambient më të gjerë të shkojmë komunitetin në qendër, në mënyrë që të shfrytëzojmë anët më të mira të këtyre transformimeve dhe të bëjmë më lehta pasojat e dhimbshme që mund të ketë këto transformime. Por gjithmonë komuniteti duhet të jetë pjesë aktive e saj. Prandaj përthirrje dhe studentëve, por dhe më gjerë komunitetit, prindërve, edukatorëve të tjerë që janë shumë të përgjegjshëm në veprimet që bëjnë, sepse këto sfida përballen vetëm në mënyrë kolektive me sukses. Mirë, falenderoj për pranimin tënde në Thuaj Mirëmëngjes, ju uroj sukses edhe pse ka ende për të bërë pjesë e regjistrimeve derisa të fillojë viti akademik. Megjithatë ju jeni gati për çdo gjë. Jemi gati për çdo gjë. Përsollëm një informacion të përgjithshëm, por edhe me shumë interes, jo vetëm për maturantët, por edhe për prindërit që të dinë çfarë të kërkojnë nga fëmijët e tyre për të zgjedhur, dhe fakulteti juaj ofron shumë në këtë drejtim për të zgjedhur dhe për të bërë pjesë e tij në këtë vit të ri akademik. Pa diskutim. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit.